Territori i Kosovës për datën 9 gusht 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët dhe shumë i ngrohtë. Gjatë gjithë ditës do të dominojë dielli, ndërsa mundësia për reshje do të jetë shumë e ulët. Në Prishtinë dhe Prizren parashikohet mod me diell dhe pareshje. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 18 deri në 35 gradë Celsius. Podujev, 17 deri në 34 gradë. Skënderaj, 18 deri në 35 gradë Celsius. Pej, 18 deri në 35 gradë. Prishtinë, 18 deri në 35 gradë Celsius. Gjakov, 19 deri në 36 gradë. Malishev, 19 deri në 36 gradë Celsius. Gjilan, 18 deri në 35 gradë. Ferizaj, 18 deri në 35 gradë Celsius. Kaçanik, 17 deri në 34 gradë. Suharek, 19 deri në 36 gradë. Prizren, 19 deri në 32 gradë Celsius.